sot këtu prezent për të marrë një pasqyrë të qartë dhe të drejtë mbi gjendjen aktuale në njësitë tona prodhuese. KEK, siç e dini ju, përballet me sfida të ndryshme të vështirësive dhe vjetërsive që i kemi tek njësitë tona gjeneruese. Ato vjetërsi janë tek aspekti tekniko-teknologjik, tek termocentrali jonë Kosova A dhe Kosova B. Megjithatë, duhet të jemi shumë të qartë. KEK nuk është në kolaps të prodhimit. Prodhimi vendor nuk është ndalur. Për momentin që jemi duke folur tash, njësia A3 është duke prodhuar 110 MW, kurse njësia B1, ku jemi sot këtu prezent, është duke prodhuar 260 MW në orë. Me këtë e potencojmë se 75% e konsumit të përgjithshëm sot në Kosovë është e mbuluar nga KEK-u. Siç e dini, KEK-u planin e remonteve e bën gjatë sezonit të verës. Kjo nuk është kurrë diçka e re, dhe gjithmonë gjatë kësaj sezonit të verës bëhet një planifikim e remonteve ku ne llogaritem në 2 njësi të Kosovës A dhe 1 njësi të Kosovës B. Si vjet e kemi pak më ndryshe sepse tek Kosova B kemi projekte strategjike të cilat kanë një gjatësi më të madhe të remonteve. Modernizimi i turbinave në Kosovë B ka filluar në 28 prill. Pritet të përfundojë pas 4 muaj e gjysmë. Do thotë pritet që të fillojë operimi i saj i modernizuar me kapacitete shtesë të prodhimit dhe me një siguri shtesë në fillim të tetorit të këtij viti. Këto investime janë strategjike dhe 100% të financuara prej KEK-ut. Vlera këtyre investimeve në Kosovën B, më saktësisht te Kosova te njësia B2, ka vlerë mbi 56 milion euro. Këto investime bëhen për herë të parë pas 40 vite të operimit në termocentralin Kosova B. Përveç sigurisë dhe kapaciteteve shtesë, atëherë edhe njësia ja gjatësinë e saj e zgjat edhe për 20 vite tjera. Duhet me pas parasysh që edhe Kosova A i ka atë planin e remonteve të veta. Secila nga muaji qershor deri në muajin shtator e ka planin e remonteve, e cila është një plan i dorëzuar në ZRE. Ani pse draft është një planifikim i KEK-ut. Tek situata aktuale bëni për shkak të disa probleme që ka pas në Kaldaj, rrjedhën e Kaldaj, ndalet sonte në orat 00. Këto probleme do të trajtohen ka stafi teknik me një angazhim maksimal dhe me një përkushtim maksimal ku do të kthehet brenda 48 orëve një afat rekord ku do të trajtohen rrjedhën e Kaldaj, gjithashtu edhe problemi me elektrofiltra që kemi pas ankesa nga qytetarët e komunës së Veliçit. Gjithashtu këto do të trajtohen nga ekipi ynë profesional teknik brenda 48 orëve. Gjithashtu paralelisht edhe ekipet teknike janë duke punuar tek njësia A3, A4 dhe A5. E dim se njësia A3 është duke prodhuar sot dhe do të prodhojë edhe nesër. Njësia A4 është në remont kapital, njësia A5 ka pas probleme të cilat janë lajmëruar para 3 diteve në Kaldaj. Edhe këtu janë angazhuar stafi profesional dhe teknik i Kosovës A dhe të hënën apo të martën kthehet njësia në operim. Afat rekord përsëri me një angazhim maksimal të stafit. Duhet ta theksoj, gjendja është në kontroll, prodhimi vazhdon dhe ekipi KEK-ut është duke u marrë me terrenin pa ndërprerje 24 orë për të siguruar energji për qytetarët e Kosovës në ekonominë e vendit. Nuk do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike, ta keni këtë të qartë, kemi pasur pyetje nga bizneset dhe qytetarë, KEC dhe KESCO janë të obliguar ligjërisht të blejnë energji në çfarë do mungese të prodhimit nga kapacitetet tona prodhuese. KEK nga viti 2013 e ka të ndarë furnizimin dhe distribucionin. Ne jemi të obliguar një ditë përpara të deklarojmë kapacitetet tona prodhuese ndaj KEC-it dhe KESCO-s. Këtu ta keni të qartë. Nuk do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike për bizneset apo për qytetarët e Republikës së Kosovës. Në fund, du me falenderu gjithë ekipin, menaxhmentin, stafin teknik, për kontributin dhe angazhimin maksimal për të kthyer këto kapacitete në operim dhe gjithashtu inkurajojmë edhe qytetarët e Kosovës që të kursejnë energjinë elektrike. Tash jam i hapur për 3-4 pyetje.
Okej. Vjen që Keskoja ka rajt sot që nesër mundet krejt importi me shku me mbulu total konsumin e energjisë elektrike, edhe nesër veç atreshi do më thonë është funksion, janë veç 110 megawatt prodhim i energjisë që është prapë pak në krahasim me konsumin në çdo periudhë. Ne e kemi deklaruar në mëngjes sot kapacitetet prodhimit të cilat kemi planifikuar për nesër. Ka pas një pasiguri nga ekipi i Termocentralit Kosova A për të deklaruar atë kapacitet për nesër. Kjo është keq kuptuar dhe është dhënë deklarata të ndryshme të cilat ne nuk merremi me to që Keku për herë të parë pas 25 viteve nuk prodhon asnjë megawatt brenda ditës. Kjo nuk është e vërtetë. Ne jemi angazhuar maksimum dhe kemi bërë atë korrigjim të nominimet apo deklarimit të kapaciteteve që njësia A3 do të prodhoj edhe nesër. Ne nuk merremi me deklaratat e Keskos, ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ta sepse kemi edhe marrëdhënie kontraktuale dhe kemi partner strategjik. Ne do të prodhojmë energji elektrike nesër. Nuk importohet energjia nesër 100%. Pse qëndrojnë dy deklarata të ndryshme mes dy institucioneve, edhe pyetja e dytë është ministra Izvanolle ka bënë një postim edhe ka thënë që duhet të merren masa nëse ka këtu neglizhencë ndaj punëtorëve teknik. A ka ushtruar ajo ndaj presion ndaj institucioneve? Jo, ne do të merremi me këto gjitha problemet teknike që kanë rezultuar. Kemi krijuar komisionet tona profesionale ku e konstatojnë gjendjen. Dhe nëse ka neglizhencë, atëherë merremi me ato masat të cilat i kemi të rregulluara me rregulloret tona të brendshme. Ka ushtruar presion ajo ndaj institucionit që mos më ndaj? Nuk ka ushtruar, përndryshe vetëm e ka për korporatën energjetike të Kosovës. Ju thatë që 75% konsumit ka Sot me mbulu sot. Sot e ka mbulu Keku. Megjithatë konsumi arrin deri në 1000 megawatt për orë. Si ka arrin? Nëse veç Se ke prodhu për A3-shit 110 prodhon vetëm 110 megawatt për orë. 1000 megawatt në orë? Jo, nuk është e saktë. 110 megawatt për orë. Po konsumi sot 1000 megawatt në orë nuk është e saktë. Kur arrin deri në 1000, ju po thoni Nuk e arrit. Nuk e ka arrit sot, nuk e ka arrit. Maksimumi ka qenë 500 megawatt në orë. Për një orë caktuar. Po ka raste kur arrin deri në 700-900. Sot nuk e ka arrit. Në asnjë orë, Sot jo. atë nesër si do të bëjmë? Nesër konsumi është më i vogël sepse është vikend. Ju po thani që Keku dhe Kesko janë të obliguar me Keci dhe Kesko janë të obliguar me furnizu. Po, me importu. Garantoni ju në anët atyre që janë të obliguar? Janë të obliguar ligjërisht të importojnë energji për shtetërorët e Kosovës. Ne vetëm e prodhojmë energjinë elektrike e deklarojmë një ditë përpara. Ju e keni njoftuar që 0 megawatt do të prodhohen. Është korrigjuar njoftim që nesër prodhojmë 190 megawatt në orë nga njësia A3. A keni pas në një moment ku ka pas zero prodhim në Kek? Dje, sot, nuk ka pas në një moment. Këto prishje që janë të ndodhur, a mund të evitohen prej anës stafit të... Për këtë arsye jemi duke... Se kemi raste të shpeshta që është ndodhur rënje blokut, detyrime për me mbajtë blokut. Po, kjo është e natyrshme, është vjetërsia e stabilimenteve që i kemi. Kosova A i ka 60 vite, Kosova B i ka 40 vite. Kosova B është në proces të modernizimit, Kosova A e kemi njësinë A3, të cilën ne kemi hapë tenderin 137 milion euro modernizim dhe rehabilitim. Edhe ky projekt i financuar 100% prej mjeteve Keku. Hapja këtyre aplikacioneve bëhet me 4 korrik. Të Keku është në një tranzicion ku është duke investuar me 100 miliona euro në kapacitetet e saj ekzistuese dhe shtimin e këtyre kapaciteteve. A i vjen që asnjë blok në Kek nuk është pa probleme aktualisht? Për momentin, bloku Bani nuk është me probleme. Unë njoftoj që të shkojmë tek njësia B2 të shohim investimet që janë të ndodhë sot, investimi 56 milion euro, është shenjë dhe ju me sy të ju. Ndalim nesër për një shumë. Faleminderit shumë. E njoftuam që në Bënish të ndalit në ora 00. Nëse shikojmë historinë, mund me pas raste kur ka pas. Mund me ndodhë. Nuk e kam informatën e saktë. Që prodhimi për nesër ka më kanë zero, është korrigjuar njoftim. Kur është kriju ajo siguria nga ekipet teknike të Kekut me një angazhim shtesë, është korrigjuar edhe sot nëse e shikoni, tash e shihni që është 110 megawatt. Shitja, do të thonë kanë zero, kërkesa ka qenë mbi 2000 edhe
shikoni prapë sa është korrigjuar. Faleminderit shumë, ju ftoj të vizitoni punimet që po ndodhen në BD-sh.